Reshjet e dendur dhe intenzive gjatë mbrëmjes së të shtunës kanë shkaktuar probleme në shumë vendbanime të qytetit të Shkupit, Kërçovës, Tetovës dhe Gostivarit. Sa i përket rajonit të Shkupit, fshatrat Bukoviç, Arnaqi dhe Semenish në komunën e Sarajit janë përfshirë nga përmbytje. Sipas pamjeve, nga tereni disa rrugë janë mbuluar nga uji, ndërsa sipërfaqe të tëra fushash janë përmbytur, duke vështirësuar lëvizjen e banorëve dhe qarkullimin në këto vendbanime rurale. Drejtori i Qendrës për Menaxhim me Krizë Muhamet Ali së bashku me kryetarin e komunës së Sarajit Muhamet Elmazi kanë dalë në teren për të parë nga afër situatën pas reshjeve të dendura në mënyrë që të koordinojnë të gjithë reagimin institucional për përballimin e pasojave të përmbytjeve. Gjendje krize në disa vendbanime të komunës së Sarajit, prej mëngjesin e hershëm së bashku me ekipet relevante gjegjese në shtet, jemi në teren. Shtabi i krizës në kuadër të komunës Sarajit kanë bërë mbledhje dhe komisionit kanë dalë vese në teren për vlerësimin e dëmeve banorëve çka ju kanë bërë. Qendra për Menaxhim me Kriza njoftoi se ekipet e brigadës për mbrojtje nga zjarri të qytetit të Shkupit së bashku me njësinë e zjarfikësve Tetov po kryejnë pompimin e ujit nga objektet e përmbytura dhe pastrimin e zonave kritike, ndërsa ndërmarrja publike ujësillësi dhe kanalizim Shkup stabilizon dhe pastron rrjetin e kanalizimeve për të parandaluar përmbytje të mëtejme. Shirat e dendur po ashtu shkaktuan përmbytje në lumit Zajashka në Kërçov, ku përfshin disa shtëpi. Rreth 180 persona u evakuan dhe u vendosën në palestrën sportive Hristo Uzunov. U regjistrua po ashtu grumbullim uji në rrugën 29 nëntori në lagjen Podvarosh, ku u përmbytën disa podrume si dhe u përmbytën edhe disa objekte të spitalit në Kërçov. Në Tetov është raportuar rrëshqitje dhe bllokimi rrugës Tetov fshati Gjerm, ku trafiku është ndaluar, që nga ora 7:45 në rrugën Tetov Mali Sharrit është vendosur ndalesë për automjete të rënda dhe autobus për shkak të rreshjeve të borës. Në Gostivar dhe fshatrat përreth janë raportuar përmbytje të shtëpive në fshatin Belovishte, si dhe në lagjet Siglan dhe Banjeçnice. Raportohet edhe bllokimi i kanalit në fshatin Balindol, ku përmbytën disa shtëpi.